Baba i Jozit, Pjetër Marku, së fundmi ka komentuar lojën e djalit e tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në një komunikim zanor, ai vlerëson lojën e Jozit pas rikthimit në shtëpi, ndërsa lojën e mëparshme e cilëson të ashpër dhe të gabuar. Ju falenderoj përzemërsisht për ftesën, në pa mundësi për të dalë në ekran, po ju dërgoj komentin tim pas kërkesës suaj për djalin tim Jozin. Me rikthimin ai po tregon veten e tij të vërtet. Loja e tij herën e parë ishte ashpër dhe e gabuar. Më ka mbetur merak debatet e tij me Rozanën dhe situata me Gjestin, sepse dolën në një kontekst të gabuar dhe na shqetësoi shumë. Na pëlqejnë ngritjet dhe shakat që ka Jozi me Gjestin, sepse i japin frymë shtëpisë. Pjetër Marku ka folur edhe për raportin e Jozit me Loredanën. Sipas tij, dy banorët kanë ndjenja për njëri tjetrin. Nuk kemi as fakundër që ata të njihen jashtë, shkroi babai i Jozit. Për sa i përket Loredanës, ne mbështesim zgjedhjet e djalit ton, por ne duam që ai të luajë lojën e tij. Do të doja të shikoj Jozin si lojtar dhe flirtet ndodhin në varësi të situatave brenda në shtëpi. Ata kanë ndjenja për njëri tjetrin dhe ne simi as fakundër që të njihen jashtë. Për sa i përket prindërve të Loredanës, ne i mirë kuptojmë për shqetësimet e mëparshme. Di të them që Jozi na ka bërë krenar. Këshilla ime për të ka qenë ta shijoj këtë spektakël pavarësisht si interpretohen gjërat. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.